Kemi bërë të ditur që kemi dorëzu në polici pra kërkesë për hetim, sidomos për këtë çështje të shkeljes së rregullorës. Nëse këto dyshime konfirmohen, ky rast mund të përbëjë një nga skandalet më të mëdha të prokurimit publik në komunën e Prishtinës. Kontrata e re e cila është nënshkruar me negocim nga ana e komunës së Prishtinës me kompanitë e afërta me pushtetin e LDK-s është diku 950.000 euro. Një tender publik në komunën e Prishtinës që duhet të siguronte shërbim më të lirë edhe më të mirë për qytetarët, pothuajse është shndruar në një skandal serioz me dyshime për manipulim, favorizim edhe dëmtim të buxhetit publik në vlerë prej 900.000 euro. Dokumentet tregojnë se kontrata për menaxhimin e mbeturinave i është dhënë një kompanie me çmim 3 fish më të lartë se ofertat e tjera, ndërsa kompanitë më të lira janë eliminuar nga gara. Në këtë rast u shpërblyen kompanitë Selmans Network SHPK dhe Mardem Group SHPK, saktësisht komuna e Prishtinës për herë të dytë përmes procedurës së negocuar u dha kompanive private tenderin për menaxhim me mbeturina, tender në vlerë afron 1 milion euro, e që u dha vetëm 2 javë pasi ishte anuluar tenderi rregullt, duke arsyetuar nën mungesën e buxhetit. E këto procese janë më saktësisht në kundërshtim me rregulloren për menaxhimin e mbeturinave, ku parashihet që kompania Pastrimi është përgjegjëse për shërbimin e menaxhimit të mbeturinave në kryeqytet. Operatori publik i kontraktuar nga komuna e Prishtinës për ofrimin e shërbimeve për menaxhimin e mbeturinave është kompania publike, kompania regionale e mbeturinave Pastrimi SH.A, thuhet në këtë rregullore. Pyetja kryesore është e thjeshtë dhe e kuptueshme për çdo qytetar. Pse komuna e Prishtinës zgjodhi ofertën më të shtrenjtë? Sipas dokumenteve të tenderit, e vërejmë që oferta e kompanive të tjera është 48 euro për ton mbeturina, për dallim nga oferta e kompanisë fituese Selmans Network me partner, që e ka vlerën 171.20 euro për ton mbeturina. Ta kemi qartë se çdo kompani ofertuese oferton çmimin e saj për kryerjen e shërbimit të caktuar, kurse komuna e Prishtinës në këtë rast ka mundësinë që ta zgjedhë një kompani me çmimin më të lirë në bazë të ligjeve në fuqi, që edhe do t'i konvenonte në bazë të buxhetit. Kjo do të thotë se komuna e Prishtinës pranoi të paguajë rreth 3.5 herë më shumë për të njëjtin shërbim. Nëse komuna do të pranonte ofertën 48 euro për ton, do të kursonte qindra mijëra euro, por duke zgjedhur ofertën 171.20 euro për ton, qytetarët e Prishtinës pritet të paguajnë shumë më tepër. E një veprim të ngjashëm komuna e kishte bërë edhe vitin e kaluar, duke lidhur kontratë me negocim për çështjet e mbledhjes së mbeturinave në kuadër të shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme. E këtë herë, për lotin 1, komuna dha tenderin e grupit të operatorëve Selmans Networks dhe Mardem Group, kurse për lotin apo pjesën tjetër lidhi kontratë me grupin e operatorëve Ledi SHPK dhe Rahovica Koperc SHPK, Quality Asphalt SHPK. E pikërisht për këtë, një reagim pati edhe asamblisti në komunën e Prishtinës, Lirim Gërbeshi. Si fillim, këtu kemi të bëjmë me disa shkelje ligjore dhe normalisht me abuzim edhe keqpërdorim të parave qytetarëve. Ka qenë një shpallje e hapur, domethënë një tender për menaxhimin e mbeturinave, ku ka pas disa ofertues kompani private. Oferta më e lirë në këtë shpallje ka qenë dikun 40 euro sipas informacioneve që ne i kemi. Dhe me datën 8 janar, komuna e Prishtinës ka vendosur që të anulohet i gjithë ky proces. 18 ditë më vonë, pra me datën 26 janar tash, kryetari Përparim Rama ka vendosur që me kontratën negociume t'ia jap disa kompanive private të afërta me pushtetin në komunën e Prishtinës dhe LDK-n me ofertë 170 euro për ton. Kemi bërë të ditur që kemi dorëzu në polici pra kërkesë për hetim, sidomos për këtë çështje të shkeljes së rregullorës, po normalisht aty mundën edhe me gjetë shkeljet e tjera, keqpërdorim e abuzim të parave qytetarëve. Kontrata e re e cila është nënshkruar me negocim nga ana e komunës së Prishtinës me kompanitë e afërta me pushtetin e LDK-s është diku 950.000 euro. Fillimisht, komuna kishte shpallur një tender të rregullt ku konkurenca mes kompanive ishte hapur, por ky tender u anulua. Pse? Procedura u kalua në negociata të mbyllura e në anën tjetër, pas anulimit të tenderit të rregullt, komuna kaloi në procedurë negocimi, një formë më pak transparente e ku rreziku i manipulimit është shumë më i madh.
Ofertat më të lira u injoruan dhe kompanitë që kishin ofertat më të lira, pra 48 euro për ton mbeturina, nuk u shpallën fituese. Në vend të tyre, kontrata ju dha një kompanie me çmim 3 fish më të lartë. Pra gara nuk ka qenë e barabartë. Por pse vetëm për lotin 1 u pranua çmimi ekstremisht i lartë? Lajmi.net ka folur edhe me kompanitë që kanë marrë pjesë në tender dhe që pretendojnë se janë dëmtuar konkretisht Zahiri SHPK. Ata shkurtimisht thanë që rastin e kanë dërguar tani më edhe në organin shqyrtues të prokurimit. Nga këto kompani gjithashtu kanë thënë se në këtë procedurë autoriteti kontraktues ka shkelur të gjitha procedurat e parapara me ligj dhe me rregullore të KRPP-s, e në vend që t'i shpallë ata fitues të këtij aktiviteti, ata zgjallën që të keqpërdorin buxhetin e të vazhdojnë me procedurat të negocuara dhe t'i shpallë fitues operatorë të tjerë që nuk aplikuan me procedurë të hapur. Bazuar në dokumentet e tenderit dhe dëshmitë e siguruara, dyshimet për shkelje janë zgjedhja e ofertës më të shtrenjtë pa arsyetim të qartë, anulimi i tenderit të rregullt pa transparencë, përdorimi i dyshimtë i negociatave, trajtimi pa barabartë i kompanive, dëmtimi i buxhetit publik, dyshime për favorizim të një kompanie. Nëse këto dyshime konfirmohen, ky rast mund të përbëjë një nga skandalet më të mëdha të prokurimit publik në komunën e Prishtinës, duke ditur edhe vlerën që ka, pra saktësisht 950.000 euro. Ne kemi tentuar që të marrim edhe një përgjigje nga vetë komuna e Prishtinës për këtë çështje, mirë po deri në publikimin e kësaj historie nuk kanë dhënë përgjigje.